Në një kohë shtimi të tensioneve në Europë dhe mes kërcënimeve të SBA-s se mund ta tërheqë ombrellën e saj mbrojtëse, giganti gjerman i prodhimit të armëve Rheinmetall njoftoi se ka marrë një numër rekord porosish. Në 35 vitet që kam punuar për këtë koncern, nuk e kam parë kurrë diçka të tillë, pohoi drejtori i Rheinmetall Armin Paperger. Silia e kompanisë në Düsseldorf aktualisht ka kërkesa dhe porosi në vlerën e 55 miliard eurove, që do të thotë 17 miliard më shumë se sa rekordi i vitit të kaluar, që është njëkohësisht më shumë se kurrë më parë. Gjithçka që kërkohet për ushtrim po porositet, nga municionet tek mjetet e blinduara e deri tek tanket. Kompanisë po i kërkohen tanke Leopard, raketa, radar, sisteme të mbrojtjes ajrore, dron dhe teknologji digjitale ushtarake. Shtetet e Bashkuara, e këtë e them pa asnjë akuzë, do ta detyrojnë Europën të investojë më shumë për sigurinë e saj. Është një ndryshim i madh, por mendoj se është dhe shenjë e mirë për industrinë në Europë, sepse ndoshta mund të bëhet më e pavarur. E me qëra fjala, kjo është e rëndësishme edhe për politikën, mendon Paperger. Në kontinentin e vjetër ka nisur një epokë armatimi, nënvizon ai, teksa shtoi se të ardhurat dhe fitimet janë rritur me gati 35% dhe me gjas, ky është vetëm fillimi. Sipas vlerësimit të prodhuesit gjerman të armëve, nëse antarët e NATO-s do të nisin vërtet të shpenzojnë 2.5 deri në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, ky do të përbënte një potencial për të qarkulluar diku tek 300 dhe 400 miliard euro deri në vitin 2030.